Në Vlorë janë rreth 1500 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa vetëm 2 prej tyre rezultojnë të punësuar. Një situatë që tregon mungesën e theksuar të politikave efektive për përfshirjen e tyre në tregun e punës. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kreu i shoqatës së parave tetraplegjikëve në Vlorë, Hysen Muhametaj, tregon problematikat që i shoqërojnë këto kategori. Në radhë parë falenderoj që kujtojeni sot edhe ju si media për datën 30 orë, që është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar, sidomos para dhe tetraplegjik apo persona me aftësi të kufizuar për arsye ndryshme. Gjatë gjithë këtyre viteve dhe në vazhdimsi, nga kjo datë 30 orë, që është dita ndërkombëtare, ne kemi provuar të gjitha format dhe mënyra për të protestuar, për të dëgjuar dhe për të shprehur ato të drejta që ne na takojnë. Por faktikisht, deri më sot, po t'i numërojmë janë bërë shumë pak në drejtim të aftësisë kufizuar. Dhe për këtë, duke filluar që nga përshtatshmëria, në bazë ligjit të vitit 2014 për personat me aftësi të kufizuar, si edhe për pagesat e kësaj kategorie, të cilat janë nivele shumë të ulta, për të cilat në vazhdimsi ne kemi folur, kemi protestuar, kemi ngritur zërin, por faktikisht këto mbeten në një stad jashtëzakonisht të ulët. Për sa i përket infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuar, sidomos për kategorinë që unë përfaqësoj para dhe tetraplegjik, me kam thënë dhe them mira herë kam insistuar në të sepse ajo është vetë jeta për ne, lëvizshmëria jon, aq sadopak që mund të lëvizim, por duhet që pushteti vendor të krijojë kushtet e duhura për të lëvizur personat me aftësi të kufizuar me karrige me rrota. Këtu, përveç se bulevardit kryesor, absolutisht nuk ka akses në asnjë rrugë tjetër të qytetit për të kaluar. Kurse, për sa u përket pagesave dhe standardeve të tjera të aftësisë kufizuar, që janë komisione, vlerësimi biopsikosocial që bëhet për personat me aftësi të kufizuar, apo të janë jashtëzakonisht të vështira për një person me aftësi të kufizuar, sepse kërkohet disa herë, nuk është se bëhet një eksaminim i përvitshëm të themi, por bëhet gjatë atij ekzaminimit përvitshëm mund të thirresh një herë apo 2 herë nga kempet përkatëse, si të kempit të shërbimit social të shkallës parë, si dhe të shkallës dytë. Kështu që është një ngarkesë e jashtëzakonshme për personat me aftësi të kufizuar. Kryetari i shoqatës së parave dhe tetraplegjikëve, Hysen Muhametaj, thekson se komuniteti ka reaguar shpesh, ka kërkuar zgjidhje dhe ka organizuar protesta, por situata vazhdon të mbetet e pandryshuar. Në kategorinë e personave para tetraplegjik që unë përfaqësoj janë rreth 400. Brenda në qytet janë rreth 220 persona me aftësi të kufizuar para dhe tetraplegjik. Nga këta mund të jenë punësuar vetë se 2 veta. 2 persona paraplegjik. Kurse për kategorinë e personave me PAK, që në qytet mund të jenë mbi 1500 persona, shumë të rrallë mund të jenë persona me PAK që të jenë të punësuar, me sa kam dieni, dhe që kësaj lloj kategorie duhet t'i ofrohen shërbimet mbështetëse, përderisa pagesa e tyre vijon nga 75.000 lekë të vjetra deri në 130.000 lekë, kështu që edhe këtu është jashtëzakonisht dobët aftësia kufizuar për punësi. Kështu aksesueshmëria në hapësirat publike mbetet shqetësim pasi përjashtuar disa rampave në bulevardin kryesor, pjesa më e madhe e qytetit dhe institucioneve nuk ofron kushte të përshtatshme për lëvizjen e personave me karrocë. Trotuarët, institucionet dhe rrugicat dytësore vijojnë të jenë të paarritshme. Sa i përket mbështetjes financiare, ndihma mujore varion nga 7.500 deri në 13.000 lekë, shumë që sipas shoqatës nuk mbulon as nevojat bazike të kësaj kategorie. Edhe pagesat për kujdestarët konsiderohen të ulta dhe larg realitetit të kostove të jetesës. Në këtë ditë ndërkombëtare, kërkesa kryesore e personave me aftësi të kufizuara në Vlorë mbetet akses më të madh, mbështetje më të drejtë dhe politika konkrete që garantojnë një jetë dinjitoze dhe përfshirje të vërtetë në shoqëri.